Shoqëria historike ruse, themeluar nga Akademia e Shkencave të Rusisë dhe disa media shtetërore në atë vend, njoftoi se do të hapë një zyrë në Serbi dhe se në krye të Këshillit të Përfaqësisë do të jetë Aleksandar Vulin, ish shefi i shërbimeve sekrete të Serbisë. Organizata ruse udhëhiqet nga Naryshkin, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse. Vulin dhe Naryshkin janë takuar disa herë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ky veprim është pasur me vendosjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër zyrtarëve të Kremlinit, por Serbia, edhe pse kandidate për antarësim në BE, nuk është bashkuar atyre sanksioneve. Ajo i ka vazhduar marrëdhëniet me Moskën, për të cilën që shpesh ka qenë përgjegjëse dhe vet Vulin. Në një seancë të shoqërisë historike ruse të mbajtur më 10 qershor, një video së cilës u publikua në faqen e internetit të shoqatës, u votua për hapjen e degëve në 7 rajone të Federatës Ruse, si dhe të një zyre përfaqësimi në Beograd. 7 muaj më parë, më 13 dhjetor të vitit 2024, në faqen e internetit të shoqërisë u publikua informacioni se në Serbi është hapur një zyrë përfaqësimi, dhe se ajo drejtohet nga Nebojša Kuzmanović, drejtori i arkivit të Vojvodovinës, që është një institucion shtetëror në Selinën Novi Sad. Emri Vulinit atëherë nuk ishte përmendur. Duke folur për Radio Europën e Lirë, Kuzmanović thotë se ai kryeson shoqëratën historike serbe-ruse, e cila gjithashtu degë shoqërisë historike ruse. Ai thotë se anëtarët e kësaj zyre përfaqësuese janë historianë dhe aktivistë nga Serbia. Vulin, siç shpjegon Kuzmanović, do të drejtojë degën e dytë të shoqërisë historike ruse në Serbi, dhe të dyja shoqatat do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ne do të bashkëpunojmë me shoqatën e kryesuar nga zoti Aleksandar Vulin. Ne kemi punuar në mënyrë autonome që nga dhjetori vitit 2024, meqense jemi vetëm shkencëtar, besoj se me hyrjen e politikanëve do të hapen mundësi për të përmirësuar punën, ka thënë ai. Radio Europa e Lirë i dërgoi pyetjet shoqërisë historike ruse në lidhje me hapjen e zyrës së përfaqësimit në Serbi dhe emrin e Vulinit në krye të saj, por deri më tani me publikimin e këtij artikulli nuk ka marrë përgjigje. Ngjashëm pyetjeve të Relit nuk ju përgjigj as Vulini, por çfarë është shoqëria historike ruse dhe çfarë bën ajo? Shoqëria historike ruse është një organizatë që është themeluar nga institucione shtetërore ruse si Akademia e Shkencave të Rusisë dhe media shtetërore si RIA Novosti dhe Interfax. Ky institucion drejtohet nga Sergej Naryshkin, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse. Naryshkin ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara që nga viti 2014, si zyrtar i qeverisë ruse për përfshirje në situatën në Ukrainë. Ndër aktivitetet e shoqërisë historike ruse, siç ka deklaruar ai në një intervistë në maj të 2023, është restaurimi i një muzeu në territorin e Novorosija, që është term i përdorur nga Kremlini për territoret e Ukrainës të pushtuar nga Rusia. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në 2022, mbi 12.600 civil janë vrarë dhe afro 30.000 janë plagosur, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara të publikuara në shkurt të këtij viti. Në këtë periudhë mbi 3 vjeçare, rreth 5.6 milion njerëz janë larguar nga Ukraina për shkak të luftës. Është e domosdoshme të paraqitet dhe dëshmi materiale për mënyrën e krimit të regjimit të Kremlinit, i cili gëzon mbështetje të madhe nga një varg regjimesh totalitare liberale të Perëndimit, ka thënë Naryshkin në atë intervistë. I pyetur për Radio në Europa e Lirë nëse është puna e shoqërisë historike ruse do të jetë në ndikimin politik, Kuzmanović thotë se kjo nuk vlen për konsiderat. Ne do të merremi vetëm me shkencëtar dhe arkiv, jo me politik. Arsyet e bashkëpunimit ton janë interesat e përbashkëta të historianëve dhe aktivistëve të vendeve tona për të zhvilluar lidhjet. Roli ynë është të gjejmë dokumente arkivore, mbi të cilat ndërtohen të vërteta historike, ka thënë Kuzmanović.